si që dhe mujt me vrejt, me përcjell, kjo është një shenjë e mungesës së seriozitetit, përgjegjësisë nga partia që ka fituar numrin më të madh të urtëseve Kuvendin e Republikës Kosovës, po shihet që vazhdojnë sjelljet e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës, thirrët seanca thujese në ditën e fundit në përputhje me kushtetutën, ligjet, që të kemi konstituimin e kuvendit dhe në fund dalin mojnë fjalime politike, abuzojnë edhe me pozitën e kryesuesit dhe në vend që propozojnë emër, e shtyjnë propozimin e emrit për kryetare apo kryetar të kuvendit dhe nuk konstituohet kuvendi i Kosovës. Kosova vazhdon me mungesë dhe me vakum institucional, kjo e damton vendin, e damton perspektiven e vendit dhe i damton qytetarët e Republikës Kosovës. Besoj që këto sjelljet papërgjeshme, jo serioze, do të përfundohen dhe vendit do të më dhënë institucione dhe përgjegjësia për këtë punë i takon partisë fituese, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. A ju gatshëm për një takim në rast se ju thërret? Nuk kemi takim pa përmbajtje, pa produkt, pa rezultat, s'kem nevojë takomi. Ne kemi edhe qëndrimin tonë, ne në mungesë të një vizioni, të një projekti serioz që mi dho vendit institucione, mungesë të një oferte përgjithshme, mungesë seriozitetit në këtë proces, ne kemi deklaruar rolin tonë që do të jemi parti në opozitë. Kjo zvarritje për të mos konsumuar afatin për çështjen e presidentit si skenari vetëvendosjes në ndonjë? Vendimi i gjykatës kushtetuese dhe kushtetuta është e qartë. Kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet në afatin 30 ditë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Cila është oferta që bindë Partia Demokratike? Faleminderit.